në regjistrimin e 2011-s ne kapa rreth 147.000 të kthyer mos gabojmë, cilët ishin rezultate e krizës në Greqi. Po, atëherë ka pas një fluks, po. Dhe këty tash ishe s'priste njëri influks. Ky 2023 ishim me 259.595, 26.000 ishte diçka e çuditshme. Kur shohim që dhe Berati tregoi që në këtë vërejtim që ishte kështu, atëherë shohim dhe rrethet e tjera. Kur shoh rrethet e tjera, shikoj që Tirana, Vlora, Durrësi, Fieri, ishin gjithë rrethet që kanë turizmin më të lartë se gjithë rrethet e tjera tek ne, kishin më shumë familje me të Lezhë mos gabohem. Sa që është interesante është që nuk po vin vetëm mosha ime, pra nuk po vin vetëm ne që do dalim pension, edhe jemi konsumator. Se do të vijë dhe gjenerata ime. Dhe do jemi konsumator dhe do nxisim konsumin, por nuk do të investoj. Dakor? Flas për moshën e tretë. Jo se unë jam moshë e tretë. Me shkator. Në mbete. Po mirë, shiko. Ne themi që njeriu nuk vdes nga pleqëria, vdes se nuk e pranon pleqëritë e saj. Kështu që ne duhet të fillojmë të pranojmë se ku jemi. Nëse ajo që doja të thosha është që neve do jemi konsumator, po ata që kanë ardhur në bazë të dhënave të këtij vërejtimi janë 35 plus, okay? Ata që hikin janë 25 deri në 45, por ata që kthehen janë 35 plus. Pra e ka dhe një 30 vjeçar minimumi. Këto që vinë për të investuar. Po shikoja një ditë një dokumentar në Angli për zonat e braktisura. Po, plot. Ne shohim këto industritë tona që janë shumë modeste në krahasim me ato qytete industriale të tyre jo qytete miniera, këto do një trishtim i madh. Patjetër. Trishtim i madh. Po shiko, ne harrojmë fshatra të tërë, bukur, kryevepër, bosh. Po ne shohim se si është diferenca çmimeve midis qendrës së Londrës, flas për se zakonisht këto ndryshimet pa barazinë tregojnë, çmimet e shtëpive tregojnë që është kërkesa më e lartë të Londrës me jo vetëm me qytetet, po me fshatra pasaj është sikur të blesh të njëjtën madhësi me një të 15 në çmim. Domethënë, po Italia ka fshatra të tëra. Italia është bërë më Jo, Italia sot ka debat atje brenda për fshatrat që janë dhe trashëgimi kulturore botërore dhe që ka një numër shumë të vogël pleqsh dhe ata duan të krijojnë një mekanizëm që të çojnë të rinj për të mbajtur pleqt